që të përmendet në çdo lloj situate. Pra njeriu në çdo lloj momenti, në çdo lloj situate, thot bismillah. Për çdo punë që nis, për çdo gjë që vepron, bismillah. Të përmendi emrin e Zotit për dy arsye. Arsyeja e parë për bekim, pra që Zoti ta bëjë mbar dhe mirë, dhe arsyeja e dytë që kjo punë mos kthehet në dëm të njeriu. Se nga njerë ne i bëjmë punët dhe dëmtojmë prej punëve tona. Atëherë ti e nis me emrin e Zotit dhe thu bismillah, me emrin e Allahut. Kërkoj bekimin e Zotit, marrësinë e tij. Ashtu siç kërkon prej Zotit që të ruaj nga e keqja që mund vi prej kësaj pune. Për këtë arsye, muslimani në çdo lloj situate, në çdo lloj gjendje, në çdo lloj lëvizje e përmend emrin e Zotit dhe thot bismillah. Nuk është kusht që ta thot të plot, pra bismillahirrahmanirrahim, mund të thot edhe bismillah vetëm.